me sfida të mëdha globale, sfida këto të cilat kanë vendosur në situata të rënduara edhe vendet më të zhvilluara. Por ajo që mund të them me bindje të plot është se secilës prej këtyre sfidave jemi përgjigjur përsëmbari me seriozitet e sinqeritet dhe kemi ndihmuar secilën kategori shoqërore, natyrisht më shumë ata të cilët kanë më shumë nevojë. Në mandatin e kaluar, krahas përgjigjeve tona me pakun për përballje me inflacionin si masë urgjente në njërin anë, kemi nisur edhe iniciativën për krijimin e ligjit që në publik njihet si ligji për çmimet tavanore në tjetër. Kjo jo për ta penguar rritjen e zhvillimit të askujt, përkundrazi për të evituar keqpërdorimet në emër të krizave të vazhdueshme dhe rritjen apo fryrjen artificiale të çmimeve. Por ngjajshëm sikur shumë iniciativa të tjera, edhe ky ligj u pat sfiduar pas aprovimit në të dy leximet në Kuvendin e Republikës në gjykatën kushtetuese nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi shumë muaj pas me kriza të reja në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Andaj po e risjellim për miratim këtë projekt ligj që vjen si përgjigje domosdoshme ndaj një realiteti e përvoje që qytetarët tonë kanë përjetuar. Rritje të papritura të çmimeve, paqartësi në treg dhe mungesë e mekanizmave efektiv për mbrojtje e ruajtje. Me këtë ligj ne nuk po hymë në tregun e lirë, por përkundrazi po e mbrojmë lirinë e tregut nga abuzimi. Ky projekt ligj vendos një balancë të domosdoshme ndërmjet funksionimit të lirë të tregut dhe përgjegjësisë së shtetit për të mbrojtur interesin publik në situata të jashtëzakonshme. Ai krijon instrumente të qarta për ndërhyrje të përkohshme, të targetuara dhe të bazuara në evidencë, në fakte, duke shmangur deformimet afatgjata të tregut. Përmes këtij mekanizmi sigurohet që çdo veprim i ndërmarrë të jetë proporcional dhe justifikuar në shërbim të stabilitetit ekonomik dhe mbrojtjes së konsumatorit. Njëkohësisht ky ligj rrit parashikueshmërinë për bizneset dhe garanton rregulla të barabarta për të gjithë aktorët në treg. Në thelb, kjo është një politikë që ndërton një ekonomi më të qëndrueshme dhe një shtet më të aftë për të përballuar sfidat e kohës. Ky ligj garanton furnizimin dhe çmimet përballueshme për produktet bazë në kohë krize, pastaj parandalon spekulimet dhe fitimet e pajustifikuara në kurriz të qytetarëve dhe më tej siguron reagim të shpejt institucional kur tregu destabilizohet. Për herë të parë krijojmë mekanizëm të pavarur, bordin, i cili vendos mbi bazën e të dhënave dhe interesit publik e kursësi të interesave të ngushta. Le të jemi të qartë, kjo nuk është risi vetëm për Kosovën. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë mekanizma të tillë. Dallimi është se ne deri më tani na ka munguar zbatimi i ligjit të tillë në praktikë dhe qytetarët e kanë paguar këtë mungesë. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë, sot po ashtu po e risjellim edhe